Së pari ju duhet të kuptoni diçka që vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar asnjëherë që asaj takon presidenti. Pra, ju duhet të kuptoni situatën e vështirë në cilën ndodhem unë. Nuk mund bëhem unë më LDK se LDK-ja. Pra, vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar që asaj takon pozita e presidentit. Dhe nuk e ka kërkuar një gjë të tillë. Unë nuk mund të ofroj në negociata çka s'kërkohet nga pala tjetër. E para, më falni vetëm t'ju përgjigjet. A jeni me nxitim shumë, a? Dhe më thënë, nuk ka mundësi unë të ofroj çfarë ata më kanë thënë që nuk e kërkojnë. Pra, ekzistojnë disa rregulla elementare në bisedime midis palëve. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 15 deputet, siç ka dalë nga zgjedhjet e fundit, nuk beson që ka të drejtë të kërkoj pozitën e presidentit. Pra, ajo vetëm çfarë ka thënë është që vetëvendosja nuk bën t'i ketë të 3 pozitat. E në atë situatë ne bëm një ofertë, unë besoj shumë të përshtatshme, e cila fatkeqësisht nuk u pranua sot. Edhe një herë po e ritheksoj. Është dallimi shumë i madh në këto vota që të mund të bëhet gjithfarë hamendësimi, sepse ne edhe nuk mund të shkojmë kundër vullnetit qytetar. Unë e di që ka dikush që ndoshta do të dëshironte që vetëvendosjet mos e kaloj as pragun. Por s'është e mundshme kjo gjë. 57 deputet, 51.1% populli i Kosovës ja ka dhënë vetëvendosjes. Pa u respektuar kjo nuk mund të ketë marrëveshje. Se në kryetari i partisë Zoti Kurti, pse nuk propozoni ndonjë emër tjetër që mund të jetë më konsensual dhe në 28 prill konsiderohet kuvendi shpërndar në rast se nuk gjendet një zgjidhje, e cila do të jetë data më e përshtatshme ndoshta sipas jush për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ne kemi provuar për kandidat konsensual dhe nuk kemi arritur. Në ndërkohë partitë tjera opozitare nuk kanë sjellur asnjëherë asnjë emër në përputhje me kriteret që i kërkonin prej nesh. Pra, për neve kërkonin kritere, por me ato kritere nuk kanë sjellë ndonjë propozim të tyre. E tash, unë jam kryeministër dhe ne kemi propozuar si lëvizje vetëvendosje njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës, Glau Konjufcën, për të cilin besoj që gjithë pajtoheni që ka mirëkuptim e dashamirësi edhe nga opozita dukshëm më lartë se për mua. Pra ne nuk ua kemi propozuar opozitës dikë që ata e duan më pak se mua, po dikë që ata e duan më shumë se mua. Dhe Glau Konjufca e ka mbi 318.000 vota. A kuptoni? Glau Konjufca është njeriu i dytë më i votuar në historitë të Kosovës. Atë e propozuam ne në kushtet kur unë jam kryeministër i rizgjedhur. Dhe sërish, po të kishte ndonjë figurë konsensuale, ne menjëherë do ta pranonim. Dhe mos harroni, po e ritheksoj, që Glau Konjufcën e kemi propozuar më pak se 30 orë që nga skadimi i atij afatit përkatës në natën ndërmjet 5 edhe 6 marsit, si subjekt fitues nuk mund ta prisni mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit pa propozuar asnjë emër. Dhe ne e bëm këtë kur pam se askush nuk po sjell asnjë emër. Pra, ky është problemi që kemi si qeveri, me qenë se ka një lloj vullneti për të keq përdorur faktin që duhet të qëndrojnë 80 veta në sallë, ku për bindjen time shumë e rëndësishme është funksionimi demokratik i Kosovës, mbarvajtja e projekteve edhe e proceseve, edhe shumë të mira që na presin edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por natyrisht në kushtin e një lloj stabiliteti institucional në Zoti Kurti, 34 ditë A mund të ndaj dhënë? 34 ditë kanë mbetur edhe 7 prej 34 sa caktoi gjykata kushtetuese. Për PDK-n ju se keni shfrytzuar këto ditë në mënyrë serioze për të diskutuar për zgjedhjen e presidentit, për faktin që keni insistuar në kandidatë që janë partijak, që vjen nga vetëvendosje. Dhe kjo sipas opozitës, rrjedhimisht PDK-s, është e papranueshme. A jeni gatshëm për hir të një kompromisi të ofroni një apo dy oferta siç ja keni ofruar LDK-s, këtë rast PDK-s? Ju thatë sipas PDK-s, rrjedhimisht opozitës nuk është bashkë shenjë barazisë.
Pra, së pari, nëse PDK-ja është serioze, atëherë do duhet takoheshin. Mua mu tha që nuk mund takohemi pa u pritur aktgjykimi gjykatës kushtetuese. Dhe kur nuk ndodhi, kur u bë aktgjykimi gjykatës kushtetuese, prap nuk ndodhi takimi. Pra, nëse flet për seriozitet dhe për përkushtim në proces, së paku duhet takohemi. Ju e dini që deputetët edhe kryetarët e partive politike bëjnë aq shumë takime. Po, disi përveç me mua. Pra nuk është mungesë serioziteti dhe sinqeriteti nga ana ime. Unë jam shumë i interesuar, i gatshëm, i hapur që të takohemi. Mirë po, ka një farë bojkoti. Tash ju mund të hulumtoni në palën tjetër, si është e mundur që të thuash se dua të merremi vesh, por ja që nuk pranoj takohemi. Ju e mbani mend edhe vitin e kaluar, çfarë bllokade. Por duket që 28 dhjetori po mohohet, thu se s'ka ndodhur kur gjatë ditë. Dhe thu se edhe më tutje ndodhemi në vitin 2025. Unë nuk e di për të tjerët, por unë besoj që viti është 2026.